jemi sigurisht se në kishën e Shtraprenës, në vendin e varrimit, vendin e varrit, aty ku është trupi eshtrat e martirit të lumtur Patër Luiq Palit, të cilën kisha këto ditë e shpalli të lumtur në Shkodër. Sigurisht se është një nder i madh për kishën katolike, mbar katolik e shqiptarët në Kosovë, e kombin tonë, e një nder i madh për mbar popullin e kishën. Patër Luigi është sinonim i gjithë atyre sakrificave, vuajtjeve që populli ynë shqiptar i ka psu në përshekuj. Patër Luigi ka jetu në kapërcyll të shekullit 19 e në shekullin e 20. E sigurisht se jeta e tij ka të bëjë me gjitha ato lëvizjet që ka ndodhur në historinë e popullit shqiptar të këtyre zonave. Është i lindur në Janjev, por gjithë jetën e vet si shqiptar e kalon me popullin e vet shqiptar. Kur shugurohet në fillim të shekullit e 20, ishte meshtar i ri dhe vendoset me detyrë në pejë. Sigurisht se i ka shërby pejës, por kishte edhe një detyrë, ishte si rektor i kishës së Shtandot, pra një shetnore të vogël, e cila ishte në themelim e sipër. Kur ai veproi në ato kohëna, pra ishin vitet 1905, 1907, janë vite që janë të pahulumtuame nga historianët e popullit tonë shqiptar dhe vujtjet e problemet që kanë ndodhur në atë kohë. Si meshtar i ri e ka pas një epizod të jetës shumë të rëndë, gati e pakuptueshme për kohën kur ne flasim tani, e pakuptueshme për ne. Ishin lëvizjet e popullit shqiptar për pavarësi dhe largimin e trupave dhe forcave otomane. Gjithandaj në malsinë e Gjakovës, në Gjakove, në vendet e tjera, ishin ngritur kryengritje kundër perendorisë otomane dhe nuk lejonin që trojet tona shqiptare të ndahshin, të mirreshin nga fqintaj tanë malazez, serb, grek dhe tjerë. Për ta kuptuar jetën e Patër Luigjit, duhet ta kuptojmë momentin historik në të cilin ai ka jetuar. Revoltat kishin filluar edhe më herët, në veçanti me lidhjen e Prizrenit. E Gjakova ishte një vend ku shqiptarët kryengritës për lirinë e popullit të vet ishin shumë aktiv. Pra prej kohës lidhjes Prizrenit flasim deri te viti 1907, sepse është një vit shumë e rëndësishëm dhe i pashpjeguar për mbar shqiptarët dhe për kishën. Në gjitha ato probleme që ishin aty, kishte ndodhur edhe një problem i vogël, që do të lënë pasoja shumë të mëdha. Në famullinë e Gjakovës ishte një meshtar gjithashtu nga Janjeva, ishte Don Toma Glasnović. Pra ishte famullitar Don Toma Glasnović, i fisit të Shalës, ndërsa i peshqvi asaj kohe ishte Pashk Trokshi. Kishte ndodhur diçka që ishte gati e pa parë ose pa dëgjuar dikun. Patër Luigjin e kishin marrë dhe e kishin kidnapu në një vend të vogël në Smolic, në zonën e Rekës. Ata që janë më të vjetër kanë dëgjuar për këto ngjarje, por pak prej tyre e dinin se ka të bënë me figurën e Patër Luigjit.
Si kishte ndodhur ajo punë? Ajo punë kishte ndodhur se autoritetet osmane e kishin burgos dhe kishin dënu me vdekje Abaz Ahmet Smolicën dhe Mustaf Recep Daklanin, vëllai i Bajram Daklanit që ishte dënu me vdekje. Dikush këta njerëz i kishte mësu keq që të bëhet kidnapimi i fratit të ri dhe të shantazhohet pushteti otoman me këtë figurë, pra me Patër Luigjin. Dhe dyshimet për çudi, dyshimet binë në famulitarin e Gjakovës, në famulitarin e Gjakovës që ishte pra Toma Glasnović. Dyshimet ishin gjithandej, sepse Serbia, që ishte e gatshme të hynte në trojet e Kosovës, i kishte dorën e zgjatur gjithandej nëpër Kosovë dhe vendet e tjera, ku Perendoria Otomane veç ishte gati në vdekje. Një dorë e zezë, e cila ka me ndodhë edhe ka me e kthy historinë pak më ndryshe, do të fillon me figurën e Patër Luigjit. Thash, plani që ky të kidnapohet dhe të shndrohet, të ndrohet me këta njerëz që ishin të burgosur, do të shkon shumë keq. Zonat e Gjakovës e dinë parafërsisht, edhe ne nuk kemi dëshirë të flasim për atë, se si ka ndodhur. Pastaj ka ndodhur një e keqe e madhe në atë zonë, e që nuk është për publikun e gjerë, por sigurisht për ata që mirën me histori. Por dua ta ceki se duhet ta njohim këtë pjesë, këtë epizod të historisë së Patër Luigjit, i cili si i ri e ka përjetu një dhimbje të madhe në shpirt. Pra ishte kidnapimi i tij dhe mbajtja e dhunshme në zonën e Smolicës. Pasandej, thash ka ndodhur një e keqe tjetër, dhe gjitha këto janë të raportuar në dokumentet e konzujve të atëhershëm që ishin në Prizren dhe vendet e tjera. Rezultati i kësaj do të ndodhë një përndjekje kundër katolikëve të asoj zone, gjithandej deri këtu në zëm. Dhe për rezultat kësaj do ta kemi shkarkimin e i peshqvit të Shkupit dhe Prizrenit, Trokshit. Dhe pas Trokshit do të vendoset një i peshq shumë i shkëlqyeshëm, shumë i shenjtë, që do të jetë Lazar Mjeda për i peshqvinë e Shkupit dhe Prizrenit të asaj kohe. Kur flasim për Lazar Mjedën, tani flasim për ngjarjet të cilat kanë ndodhur në luftat ballkanike, sepse janë shumë afër. Luftat ballkanike kanë sjellë një vrasje dhe një dëmtim të madh të popullit shqiptar. Fuqitë serbe dhe ato malazeze kanë kryer masakra dhe vrasje të panumërta në trojet shqiptare. Në veçanti, njihen dhuna që është shkaktuar në zonën e Lumës dhe gjithandej. Gjithashtu duhet ta dimë se forcat serbe në luftat ballkanike kanë depërtuar deri në Durrës, gjithmonë me propagandën e tyre, tu i thanë se Durrësi është qytet dhe porti i tyre serb. Në vitin 1913, edhe Molizi, që ishte mbretëri, kishte filluar një fushat të egër kundër popullit shqiptar, gjithmonë tu mendu se në llogari duke marrë pjesë që ishte plaçk e Perendorisë Otomane. Pra ishte Perendoria Otomane e cila ishte këtu zyrtarisht. Dhe ata kishin dëshirën të marrin Trojen nga ajo rrëmuj. Kush dëmtohej këtu? Tu dëmtoheshin shqiptarët. Përpos që ata kishin bën ndamjet e veta dhe kufini i Molit të Zi llogaritej sipas llogarive të tyre flas, që tjetë prej burimit të Drinit dhe ku shkon deri e Adrinit, rreth e deri në pjesën e Kuksit, në Firs, zbret e ndan Dugagjinin dhe pjesën tjetër të Pukës, e zbret Shkodër, ata llogaritin si pjesë të territorit të vetë të Molit Zi. Sigurisht edhe do ta realizojnë për disa muaj atë.
Çka ka ndodhur aty? Ka ndodhur një e keqe tjetër e madhe, se mali i zi, përpos që e shkelës ushtarakisht këtë zonë, flasim për zonën e Pejës, Tistogut, zonën e Deçanit, zonën deri te Gjakovës e zonat e tjera, përpos që e marrin politikisht dhe ushtarakisht, ata provojnë që ta ndrojnë besimin, religionin e asaj zone në mënyrë të dhunshme. Pra në mënyrë të dhunshme, fillon një fushat e egër që njihet fushata e Savë Batares. Pra ishte ai Sava i cili me komplet aparatin shtetënor të malit të zi do të bëjnë një fushat të egër për kthimin e kësaj popullate në besimin ortodoks. Dhuna që u shkaktu ishte edhe ndaj popullatës shqiptare muslimane, edhe ndaj popullatës shqiptare katolike. Pra, për ata nuk kishte një dallim. Dhe ndër viktimat e shumta që kanë ndodhur në gjitha territorin e Rrafshit dhe Dugagjinit, e kemi edhe figurën e Patër Luigjit, të cilën për fat të mirë të themi, Zoti bën që viktim do të bie Patër Luigji dhe do të zgjohet ndërgjegja e kombeve të tjerë për ngjarjet se çka është ka ndodhur në trojet e Rrafshit dhe Dugagjinit. Deri atëherë, ndoshta mali i zi gjithë ato masakra dhe të këqija vrasje që i pati ballë, forcat ndërkombëtare patën mbyll syt, ose bënin kinë se nuk i shihnin, ose nuk reagonin. Me vrasjen e Patër Luigjit, me datën 7 mars 1913, do të zgjohet ndërgjegja e popujve të Evropës dhe në veçanti përmes konsulatave të Austrisë, të Italisë dhe vendeve të tjera në që ishin në Prizren, do të alarmohet mbar Evropa atëhershme për masakrat, dhunën dhe metodat njerëzore që i bënte mbretëria e Cetinës. Ata që kishin pa për vrasjen e Patër Luigjit, nuk donin ta pranonin Malazes dhe donin t'ja adresonin trupave ose komitve shqiptar që ishin, pra kryegricit shqiptar që ishin në pjesën malore për në zonat e tjera. Por kjo dëshmohet shumë lehtë, se për ironi të fatit, Don Shtjefën Kurti, i cili ik nga vdekja e dhunshme prej slavëve, do të vritet nga shqiptarët në Shqipëri. Dhe kështu vim deri te lufta e dytë botërore, parafërsisht, në luftën e dytë botërore kemi pastaj vrasjen e shumë mbështarëve të tjerë. Në vitin 1943 do të vritet Lorenz Mazreku, pra në vitin 1943 do të vritet në rrugë për Nepej. Në vitet e tjera do të vritet Bernardin Lupi me njëherë pas luftës dytë botërore, dhe gati nuk do të mbetet asnjë mbështar shqiptar në trojet e Kosovës. Kemi vetëm disa. E kemi Don Deda Ramaj, shqiptar, e kemi Mark Shirokën, shqiptar, dhe kemi Don Pjetër Berishën, shqiptar. Edhe çka do ndodh? Mark Shirokën do ta burgosin, Deda Ramaj do ta burgosin, edhe Don Pjetër Berishën do t'i burgosin. Nuk do të mbetet gati asnjë prift shqiptar, mbështar shqiptar pas luftës dytë botërore që ta predikon fjalën shqipe të ungjillit në trojet tona shqiptare. Por, duke ju falendëruar sakrificës së Patër Luigjit, Gjëqovit e gjithë këtyre emrave që i ceka, sakrifica atyre ban që ne sot ta kemi prap një kishë të konsoliduar, një kishë të shëndosh, sepse kanë thënë Xhikur Boti, gjaku i martirëve është fara e të krishterëve të ri. Mërtatit vjetit shpirtit shet. Amen. Aty që në qiell u shejt rreth emrit,
ardh mbretëria jote, u bë vullnetësia jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na let të bijmë në pendim, por na liron nga i keqi. Amen. Jepja o Zot pushimin e pasosur. Endri drita e pambaruar. Jepja o Zot pushimin e pasosur. Endri drita e pambaruar. Jepja o Zot pushimin e pasosur. Endri drita e pambaruar. Pushoft në paqe. Amen. Pushoft në paqe. Amen. Pushoft në paqe. Jemi në Janosh, të Vorri Fratit. Të gjithë i njohin Vorri Fratit ose Vorrezat e Fratit, sepse këtu është vend varrimi i parë i Patër Luigjit. I vrarë në vitin 1913 në 7 mars, pikrisht këtu afër, sepse këtu kalonte rruga Gjakov Pej. Si që dim, Patër Luigji ishte i burgosur me 50 e sa vetë, disa thonë deri 90 vetë, në burgun e Gjakovës, dhe në udhëtim e sipër, pra këtu, rrugës përpej, ekzekutohet me 5 plumba, thojnë. Kështu tregojnë të shpitarët, okular, dhe arsyeja ishte e vetme, sepse nuk dëgjoj dhe nuk ishte i gatshëm ta praktizë besimin katolik për ortodoksi. Ishte një dhunë e madhe ndaj popullit shqiptar në atë kohë, që ushtrohej nga pushteti malazez prej Pejës e deri në Gjakov. Ndër viktimat e para dhe viktimat që kalon emër e gjurmë në to troje është pikrisht Patër Luigj Palaj. Si që ka njohur njerëzit, Patër Luzi është varros këtu. Shkrimet thonë se kur vritet ishte i zhveshur nga zhguni franceskan, ishte vetëm me të brendshme, dhe ashtu e varrosin këtu prej asaj date e deri në mesin e korrikut të vitit 1913. Pushteti malazez vrasin e tij don me u përshkru komitave shqiptarë. Ata e bëjnë të keqen dhe dojnë m'ia adresu dikujt tjetër. Por secili prej njerëzve dhe pushteti atëhershëm dhe ambasadat ose konzulatat e Austrisë e tjerë e kishin kuptu mira dhe dëshpitarët ishin ata që treguan se vrasja ishte bën nga pushteti malazez në kohën e Savbatares. Dhe pas mesit të korrikut, këtu zhvarroset dhe me nderime kinse dhe ushtarake Malit Zi, pra ishte një dyftyrsi e Malit Zi, edhe të vrasin, edhe të vajtojnë, bëhet varrimi në varrezat e Shnaprenës në Betyq të Zymit. Pra Patër Luigji është martiri me 2 varre. Eshtat e tij janë në Zym e varri i tij i parë në Janosh. Që qëllë u shetë më të më të
sa jote si qelasht. Bukën tonë të përditshme na jep sot në fal fajto, si falim ne drejtave tona, të bime të mirë. Po na lëron nga i keqja. Amen. Lavdiatet e Birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Jep jo Zot pushimin e pasosur. E në shëndri drita e pambarume. Shofshin paqe. Amen. Katë Luigi, lutu për ne, në mandatet e Birit të Shpirtit Shenjtë. Amen. Bekojo Zot popullin shqiptar e Kishën Katolike kudo në mandatet e Birit të Shpirtit Shenjtë. Amen.